Gjykata kushtetuese ka pranuar pjesërisht kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e pagave. Gjyqtarët u mblodhën sot pasdite për të vendosur mbi kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve dhe duket se kushtetuesja ka kënaqur të dyja palët. Kryeministri Edi Rama ka ushtruar presion të jashtëzakonshëm për këtë çështje dhe sipas vendimit, nuk do të ketë rritje pagash sikundër kërkonin gjyqtarët, por gjykata kushtetuese detyron kuvendin që të bëjë disa ndryshime ligjore dhe të përcaktojë saktë pagën e gjyqtarëve, pasi sipas saj nuk mund të ketë ulje të pagës së gjyqtarëve. Ankimimi lidhet me ndryshimet e vitit 2023. Kur u përcaktua se paga bazë e magjistratëve do të ishte 36% e pagës së Presidentit të Republikës, konkretisht rreth 153.000 lek. Më herët referenca për llogaritjen e pagës ishte ajo e drejtorit të departamentit në kryeministri, e cila në atë kohë ishte 132.100 lek, megjithse ndryshimi solli një rritje nominale prej vetëm 20.000 lekësh. Gjyqtarët argumentojnë se në praktikë ai ka prodhuar ulje relative të pagës së tyre. Kjo për shkak se të njëjtës periudhë qeveria rriti pagat e administratës publike, duke e çuar pagën e drejtorit të departamentit në kryeministri në 231.000 lek. Sipas tyre, nëse referenca do të kishte mbetur e njëjtë, paga e magjistratëve do të ishte rreth 78.000 lek më e lartë. Për të qenë më të saktë, kushtetuesja ka vendosur shfuqizimin e fjalisë së parë të shkronjës A të nenit 1, si dhe të pikës 2 të nenit 2 të ligjit numër 33 fraksion 2023, datë 25/5/2023, për një ndryshim në ligjin 96 fraksion 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Detyrimin e kuvendit të miratojë ndryshimet ligjore të nevojshme, sipas arsyetimit të këtij vendimi brenda datës 31/7/2026. Vetë Unioni në ankesë kërkonte shfuqizimin e papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 1 dhe 2 të ligjit numër 33 fraksion 2023 për një ndryshim në ligjin numër 96 fraksion 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, që parashikojnë paga referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë, e cila është e njëjtë me shumëzimin e koeficientit 0,36 me pagën e Presidentit të Republikës, dhe e dyta, për vitin 2023, paga referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë për llogaritet sipas këtij ligji nga data 1 prill, duke u bazuar për efekt të përllogaritjes në pagën e Presidentit të Republikës me vlerë 425.000 lek. Ndërkohë, parashikimet ligjore janë: neni 1, shkronja A e pikës 5 të nenit 12 ndryshohet si më poshtë. Paga referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë, e cila është e njëjtë me shumëzimin e koeficientit 0,36 me pagën e Presidentit të Republikës. Paga referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë indeksohet me vendim të Këshillit të Ministrave, jo më vonë se 2 vjet nga indeksimi i fundit. Niveli i indeksimit në çdo rast nuk kalon 1 pikë përqindje mbi nivelin e tregtuar të inflacionit nga Banka e Shqipërisë. Neni 2, paga referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë indeksohet për herë të parë nga Këshilli i Ministrave jo më herët se data 1/1/2026. Për vitin 2023, paga referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë përllogaritet sipas këtij ligji nga data 1 prill, duke u bazuar për efekt të përllogaritjes në pagën e Presidentit të Republikës me vlerë 425.000 lek. Pra me pak fjalë, gjykata detyron kuvendin që brenda korrikut të vendosë ndryshimin e ligjit dhe ata duhet të përcaktojnë se si duhet të përllogaritet paga e gjyqtarëve, por me kushtin që të mos ketë ulje, por rritje të pagës.